nisim me një gëzuar. Blendi Salaj, shumë kënaqësi që të kam sot në kuzhinën e Food Lovers. Gjithashtu për mua që jam këtu. Ndryshe në studio ku jemi parë që të shohim çdo ditë, sot do të shohim në studion e Food Lovers dhe do të shohim një pjesë tjetër që të paktën unë personalisht nuk e kam parë. Po ja ku jemi. Jemi gati që tani kam gishtat e mia, kështu që Edhe jam gjithë sy e vesh edhe shumë kuriozitet se si do ta bësh të recetën, si do të na tregosh për dashurinë tënde për ushqimin, si është Blendi një real food lover. jam vërtet, më pëlqen të ha. Kjo është shumë e besueshme. Gjithë do pëlqejnë që të hanë. Dhe që nuk ka nevojë për shumë punë bindse këtu, por mua më pëlqen të gatuaj, jo vetëm të ha, por më pëlqen edhe të gatuaj. Ndoshta sepse më lidh pak edhe përvoja që kam patur. Unë isha i vogël atëherë, kam qenë 18 vjeç. Dhe Kur të është dashur që po, fillova punë, punë, isha në Amerikë dhe nuk kisha ndonjë përvojë me gatimin këtu. Se jam rritur me mamin edhe me gjyshen në shtëpi, kështu që është gabimi që bëjmë ne mamat që çunat I lënë pak jashtë kuzhinës. Me thënë drejtën po, dhe ne kemi bërë këtë gabim edhe te çunat, se ai mund të jetë pak më I zotit. Megjithatë ka kohë, sot unë në atë kohë fillova. Kështu që isha student në atë kohë dhe mundësitë e punësimit ishin shumë të vogla. Se shkolla, gjërat, orare, ti nuk mund të ndjekësh një punë, po themi plus mosha ose çfarë asnjë përvojë. Sfidë shumë e madhe duhet të ketë qenë e para një vend si Amerika, e dyta një student në atë moshë I pas provuar as me jetën edhe të jetuarit vetëm, as me një vend që Amerika është shumë e madhe për një fëmijë 18 vjeç. Po, është duket, por është e bëshme. Shiko, unë e kujtoj me nostalgji, unë e kujtoj si një kohë të mirë. Kur ishim atëherë kishte çik bufe, jo lodhe, jo këto gjëra, domethënë që ndodhin, por arsyeja pse punoja në restorant ishte e para se shumë të rinj, tash asaj moshe punojnë gjithashtu në restorante, ka shumë kërkesë. Është një punë që të lejon një lloj fleksibiliteti që mund ndjekësh shkollën para dite ose shkollën pas dite dhe ndërkohë ti punon në restorant dhe unë pata fat, ishte një restorant italian. Këta të dy, shefi dhe pronari ishin ardhur të mëdhenj në Amerikë. Nuk ishin italo-amerikan, këta ishin italian, një sorrentin edhe një genovez dhe kishin të restorantin, ishte restoranti I madh. Tek italianët ndoshta I dyti më I miri në qytet, po themi, kështu që si ishte një restorant koti, ishte një restorant. Kjo është edhe një nisje shumë e mirë. Po. Se është shumë vendimtare mënyra se si e nisim. Unë fillova, e kisha shumë afër shtëpisë. Shumë afër shtëpisë. Po t'hidhesha nga një mur, e kisha 30 sekonda larg. Po do t'i bija gjatë që ishte 2 minuta larg. Dhe shkoj aty një ditë, I them keni nevojë dhe është ky shefi dhe ai dukej Tomaso quaj. Dukej eksakt si ata shefat, I ke parë statujat e shefave që rrin, po ky ishte sikur kishin bërë atë. Do thënë me syze, bukë, I ulur mundsi. Jo, e ke parasysh shefin jashtë restoranteve janë ca shefa në këmbë kështu si statuja dhe I ngjante shumë. Tipikisht si ai. Dhe thotë mua, "Ditë bësh pica ti?" Unë gënjeva, I thash, "Po, thash ti." Mami kishte punuar në një pizzeri në Shqipëri, në vitet 90 ishin shumë të thjeshta. Edhe me më kishte punuar sa kohë, unë shkoja ndonjëherë ndihmoja me Kishe marrë kisha një ide të përgjithshme se çfarë është pica. Sa për të dalë nga situata. Po s'kishte lidhje me këto picat e këtyre që ishin shumë më të elaboruara, shumë më të vërteta, po themi kështu. Po I thash, "Ditë bëj pica, okay, tha, duhet një pica jolta. Hajde sot masdite fillo." Ishte kohë dreke, thash, "Sot masdite?" Pastaj më tha mua, "Shkova dhe ktheu në orën 3." Kështu që kështu filloi, zgjati gati 3 vjet në atë restorant. Derisa pastaj u pajisa dhe me dokumenta, kisha një tjetër Si ishte ajo përballja jote e parë me këtë vendin e punës, që t'u dha kjo përgjegjësia, edhe pastaj se në atë momentin e parë adrenalina që e fitova këtë vend pune. Pastaj vjen përballja. Sa di unë ta bëj këtë gjë? E mësova shpejt. Domethënë të bësh pica pa dashur të ofendoj pizzaiolët në bërë botën se jam një ish pizzaiol. Nuk është një gjë që nuk mësohet. Mendoj që çdo njeri mund të mësojë të bëjë një pica. Plus që ne si shqiptar kemi dhe një aftësi ekstra për të mësuar gjërat. Unë arrita pastaj që bënim
bënim ato hedhjet e brumit se mëson duart, ata ti mëson ta, domethënë mëson lëndën, mëson sa punosh e di kur griset, kur nuk mund të griset dhe bëni një provë që sa mund ta hapi me të brumin. Ai arrinte deri në tokë, dhe do të bëj krah të lartë sepse ajo holloi si pet, domethënë kështu. Derisa e li pastaj mbështilli e hidhen plera se ishte për lojë, por që po mësoj edhe ka qenë një kohë shumë e bukur. Experience shumë e bukur. Kam pasur një shok që punonte atje, ai kishte mbaruar shkollë kuzhine, unë e njoh aty këtë çunin. Edhe e fejuar e tij punonte, ajo ishte te sallatat. Dhe u bëm shumë miq, pa ai kishte mbaruar shkollën për kuzhinë, kulinari. Në fillim mos e dija se ishte fjala kulinari, por mëson rrugës. Edhe ai kishte shumë pasion, edhe ishte shumë tip, domethënë. Edhe fliste shumë, më tregonte shumë edhe bashkë me të shefin ma futën në gjatë. Të kriju ajo. Po, sepse flisin për shembull se si ca shije janë neutrale, ca shije janë të forta. Të ngacmon kuriozitetin që ti të fillosh ta shikosh me ato sy. Mund të shikosh si përplasen, se si bëjnë që na vjen një kungull, është neutral, nuk ka një shije të vetëm, kështu që mund ta bësh, mund ta bësh me hudhër, mund ta bësh të ëmbël. Një kungull pranon shumë gjëra, po hudhra është shumë e vështirë, është si thua tek anjoze. Pra edhe ti mëson çfarë punon, çfarë nuk me kë shkon, me kë nuk shkon. Eksakt. Çfarë do gatuajmë sot, Blendi? Atëherë, sot do gatuajmë. Nga ingredientët duket një kolor shumë i bukur. Kjo është kjo ishte një nga menuja e atij restoranti. Dhe unë mendova sot, sepse quhet ata quhenin salad pizza. Pizza dhe sallat, ishte një kombinim të dyja. Nuk është eksaktësisht një picë, ne do hapim të brumin, po përdorim djathtin provolone, por e kupton, ne thoshim provolone atje se në Amerikë. Dhe versioni i thjeshtë i kësaj bëhet që ti bën këtë picën, është bëhet e vogël, e holl, më e holl se një picë normale. Nuk ka nevojë që të ketë ato shumë gati brusket. Eksakt. Po, e nuk ka nevojë që të ketë ato buzët e kësaj. I vëm vetëm djath, nuk përdorim salcë në këtë rast. Tani provolone është djath aromatik, ka të shijen e fortë, pak si cheddar, po ndoshta më mirë, mendoj është diçka më e mirë. Dhe pastaj bëjmë një sallatë. Sallata duhet të ketë domate, hudhër të freskët, hudhër të gjallë dhe domatet. Domatet i presim në kuba të vegjël, edhe hudhrën e presim holl. Pastaj e kavardisim me vaj edhe pak aceto. Tani versioni më i shtrenjtë i kësaj ishte që ti mund të shtoje karkalec ose kallamar të skuqur. Po thash sot po e bëjmë me karkalec. Italianët janë mjeshtra për të shtuar vlerën e produktit. Të cilat shtohen vetëm në fund, i hidheshin sipër dhe çfarë bëjmë është që vendosim sallatën mbi atë picën për të përgati. Dhe pastaj i hedhim edhe karkalecat. Ata bën një gjë, ardeta që ata e merrin, e ndalin në 4 copa, kryq do të thotë, dhe pastaj ata mundet ta mbështillje me sallatën brenda, kallamarat ose. Po edhe ti e merrje edhe haj atë gjë. Edhe është situash e ngrohta dhe ajo qenia kërce e brumit tani që është pjekur me jeshillikun e sallatës. Edhe sallatën brenda. Mendoj që është edhe mirë. Po, një vakt si thua i plot. Absolutisht, po. Edhe është, po them, jo i ngarkuar tepër me karbohidrate apo me yndyrna, me këto gjëra. I balancuar, po i ka të gjitha. Eksakt. Me çfarë do të ndihmoj unë ty? Unë jam dimësja jote sot. Tani nga t'ja fillojmë. Unë po mendoja që se di tani, po mund fillojmë me brumin, po, fillojmë me brumin. Gjithmonë përdoret për ata që nuk e dinë, tash unë kam shumë vite pa bërë pica, por sa gjëra nuk harrohen, janë si bicikleta. Brumi ndihmon shumë miell, domethënë për ta janë, shiko. Në vend se të ngjitet tash vetëm me pak miell e bën shumë të menaxhueshëm që mos të ngjitet. Mendoj që kemi pak më shumë brum se ç'na duhet, ose do bëjmë 2. Ose mund të bëjmë 2, po. Ta ndajmë në 2. Po, unë do ta pres me thik në mes dhe pastaj do ta hapim. Okej. Do t'i hapim të dyja këto. Njërën do ta hap unë besoj. Do që ta po, patjetër. Atëherë, Më jep mua ta hap njërën, po. Të duhet pak miell? Po. Se ndihmon për ta hapur. Do bëjmë si tet byreku. Po. Hapja është vetëm me duar, kam thënë. Vetëm me duar, nuk ka nevojë që të jetë tepër e. Nëse doam doriza i kemi aty, ëh. Unë s'kam përdorur. Po, s'kemi nevojë. E mira është pa doriza. Po, edhe ta ndjesh pak atë gjën. Ne bëjmë shumë kurse. Në fakt bëjmë tip evente që përfshim dhe fëmijët dhe gjëja që shijojnë më shumë fëmijët është kur hapin brumin me duar. E di, edhe në këtë restorantin ne kishim dy pizzeri atje. Njëra ishte mbrapa që nuk dukej, po tjetra ishte siç jemi ne këtu dhe salla ishte përpara.
Kështu që të gjithë mund na shikonin. Kuzhina pra kishte Po, ishte vetëm furra, në atë rast ishte vetëm mundësinë furra. ta ndiqje. Dhe fëmijët amerikanë kishin ishte si traditë ajo që vinin kërkonin brumë për të luajtur në tavolinë. Edhe ne kishim si porosi të restorantit që gjithmonë do t'u jepnim, nuk po aprishnim asnjëherë, kështu që unë prisja çik brumë, u jepja me pak miell, po patjetër. Edhe e bukur e kësaj është që edhe në formën rustika, pak kështu italiane, nuk ka nevojë të jetë gjëja më e bukur apo ai rreti artizanale. Eksakt, ai rreti perfekt. E bër ashtu siç del forma natyrale e brumit, që mua më ka dalë një formë të çuditshme. Po ta bëra me hile unë të dash. Trapezi, nuk e kuptoj që më ka dalë, por nejse. S'është fare se nga që e prem në mes, nuk është eksakt grumbullat, po. Do duhet ta kisha punuar, unë të jepja formë, pastaj ta hapja. Po s'ka gjë. Ne këtu nuk mërzitemi edhe kur nuk na del ashtu si çdo. Sa duhet ta hapim? Kaq. Okej. Kaq, kjo nuk lihet shumë në furrë, sepse nga që është holl digjet relativisht lehtë. Që nuk do ta harrosh. Ne këtë do ta pjekim në një tavë. Po, okay. Ovale, apo jo? Po, në një tavë ovale, ne i hidhim dhe drejt, po kishim ca rrjeta. Dhe pastaj do t'i bëjmë këto kondimentit, apo Po, këto t'i bëjmë veç, ndërkohë që ajo piqet aty, ne me vaj ulliri, çfarë do ketë kjo për t'u pjekur? Kjo do vetëm djathin. Djathin provolone do t'i bëmë. E kemi atë gjë që e për djath. Po. Kështu që kjo nuk ishte një picë me salcë, por një picë vetëm me djath. Është një picë ndryshe. Po thuaj se picë, po e quaj. Që është interesant. Picë dhe sallatë. Pica bëhet dhe në këtë formë. Ja, shikon, unë mund ta nuahas të djathin, kjo ka atë aftine shijes vetë shumë interesante që më pëlqen, po. A mund të hahet, se dja? Po. Unë jam marrë dorën dhe kur shefi shkonte të takonte të dashur. Shumë e mirë është. Më kërkonte mua që t'i bëja një picë për atë zonë. Nuk ja bënte vetë pizza, Jo, nuk bënte shefi pizza. Por që ishte nder i madh për mua që të bëj një picë për dashurën e shefit. Sepse kështu sigurohesh që edhe ai kishte ja kalonte mirë pastaj. E rëndësishme ishte që shefi të ishte në mood. Po, unë isha edhe çuni që i bëja espresso. Si duket unë, s'është se kisha bërë një espresso, po ndoshta është një gjë mezetare, aty mësova. Çfarë nuk mëson njeriu të bëjë? Edhe ai vetëm mua më besonte. Ajo mosha është mosha më e bukur sepse je sfungjer. Çdo gjë që shikon e mëson shumë kollaj, ke interes, ke kuriozitet, ke vullnet. Eksakt. Ke memorie, gjë e cila me kalimin e viteve vjen duke ulur. Unë po ndihmoj me djathin, po bëj djath edhe për... Tani unë duhet të gjej një tavë për këtë, apo jo? Po, nëse na duhet, kjo është ideja, që të mundemi ta rrshqasim në furrë. Furrë besoj që mos të ngjiten. Është okay kjo lloj tave? Po. Ajo mund të rrihet direkt me zgarë, por nuk po e riskojmë. Ne duhet të kishim bërë një gjë, ne djathin duhet ja kishim hedhur këtu, se kemi atë hapsen e picës. Do t'ja gjejmë një mënyrë, ja një sekondë. Ose do ta transportojmë me 4 duar. Ka një mënyrë, ja do mos na griset. Po të kishim për shkak se ka miell, poshta mund edhe të rrshqas. Po, edhe mundet. Në fakt neve kështu i bënim picat dhe pastaj me atë jashtë. Nuk ka shumë mirë ndoshta. S'ka se po e palos edhe e hapim me një herë. E ke letrën pa? Në çdo rast. Gatuan Blendi në shtëpi? Gatuaj. Më pëlqen gatuaj. Periodikisht, besoj. Po, disa herë në javë, po themi. Pëlqen tigani, pëlqen ca gjëra. Gatuaj si burr, në kuptimin e... Çdo më thënë kjo. Po kam përshtypjen që gratë kanë tjetër teknikë, tjetër sofistikim, po. Për shembull gjyshet kanë një magji që zvet lam që ta riprodhojnë. Okej, kemi një tavë tjetër? Një çik të po. Do t'ja ulim pak sa ta lëmë të 200? 200 do jetë shumë okej. Okej. Unë bëj këtë gjë. Gatuaj si grua. Shiko sa bukur. Bravo.
them një ndonjë shprehje ndonjëherë kur s'pëlqen ajo që bëhet e më kanë bërë si sytë e mi. E unë i them vetë si sytë që të pusat. Po vetëm vetes. Edhe pazari na bën vetë besoj kur gatuan apo? Po, më pëlqen që të zgjedh ato përbërësit e dur siç Në fakt, edhe me shoqë gatuan. Kjo është një sigurisht. Është një ritual shumë i bukur dhe një antistres kur e ke me dëshirë, kur e bën jo nga halli, po kur e bën se e do këtë procesin. Unë kam e gjej veten për shkakun që mund të qelloj të kem kohë të lirë para dite, kur mbaroj ato punët e mia, shikon. Këtë jetë relativisht e shpejt, që do të bëjmë një sy tek ajo. Sa pa e djegur, domethënë. Po. Edhe nuk ka rëndësi sepse ajo na lejon kohë që të merremi me këto gjërat e tjera. Atëherë, me që po i bëjmë paralelisht, po merrem unë me hudrat, apo do që të bësh çfarë bëj unë? Bëjmë të njëjtën gjë. Si të duash ti? Unë mendoj që ti je shefi. Një telp, ndoshta 2. Okej. Hudra është e mirë, por unë kam ditën që sa hudër për shkak të punës. Për shembull, kur isha te adyshi më herët me Olonën, ishim shumë afër në një kështu. Edhe ishte ideja që se nuk pëlqen era hudrës kur njerëzit e kanë ngrënë. Në fakt, është shumë e fortë. Është shumë e mirë, po është një dashuri e madhe, me thënë drejtën, du shumë. Por që mundohem të mos jem. Në fundjavë prap nuk e konsumon dot, se ke. Jo, në fundjavë, shiko, ai sekreti i hudrës është që nëse të dy ju hani hudër, kjo lejohet. Neutralizoni, nuk e kuptoni më pastaj. Por kur ka ngrënë njëri dhe vjen përballë, është një tmerr pastaj. Kështu që edhe pse e dua, ke hequr dorë. Po. Sepse ne do e përdorim hudrën të gjallë në rast. Nuk është hudër e gatuar ajo. Që ti ullet pak intensiteti, pra. Do të përdorim pak për karkalecat, ndërkohë, por ne këto do ta bëjmë në kubik të vegjël si domatën? Po. Sa thelpina dua? Unë them që 2 për ty edhe ndoshta 5-6 në total, se na duhet e pak për të kavardis pak karkalecin. Me pak vaj ullirit e hudër. Okej, mirë ke. Unë po mësoj nga ty tani, që ta dish. I përfshin fëmijët në gatim, Blendi? Kam dëshirë, apo? Shoni nuk e ka me shumë qef, i pëlqen shumë të haj, po të pak të gatuaja të është gati. U bë ajo, a? Po thuaj se. Jo, po e lëm edhe 1 minutë, atë që futën parën e lëm me 1 minutë. Goca? Goca është akoma e vogël, ka qef të ndihmoj. Po jemi akoma tek skuqja e vezë dhe gjëra shumë të thjeshta, i pëlqen shumë të me mamin ajo për të bërë kek për shembull. Kek, cookies. Kek, po, kështu gjëra. Di që kemi patur në nga klasat tona që kemi bërë cookies, mos gaboj. Me gocën? Po. Ka ardhur këtu, po? Po, ka ardhur. Edhe është kënaqur, po, tash më kujtohet. Shien shumë. Gatimi është po se këtu është edhe dhe ajo hapësira e përbashkët që mblidhen po e njëjta moshë, bëjnë një njëjtën gjë. Po. Se në shtëpi, t'ja japësh një fëmijë të bëj duar me vaj ullir do ishte. Tani unë këto karkalecat po mendoja që tua heq bishtat, sepse duhet që do t'i ham, domethënë siç janë këto lloj pjate, është më mirë që t'i kemi pa bishta fare. Okej. Është okej kjo? Po, e ke shumë mirë. Në këtë mënyrë pastaj nuk ka nevojë fare të qërosh në një gjë apo nxjerrësh në një bishtë vetëm nga goja dhe thjesht e ha. Ta ndezun të ndërkohë? Po. Jo shumë të lartë, besoj. Të ulët, ata nuk ka nevojë për shumë, po. Marrin shumë shpejt, po ndrojnë ngjyrë. Pra procesi është që ne kavardisim karkalecët me pak hudhër, pak vaj ulliri, pak krip. Dhe në ndërkohë, në të njëjtën kohë ne bëjmë gati pastaj edhe pjesën sallat të kësaj pjate. Që do të procesi më i thjeshtë. Mbaj gjithmonë një sy këtu. Këtu jemi, shikojmë. Ne do ta fusim prapë për ta pjekur këtë apo jo? Jo, kjo nuk do të piqet më. Unë mendoj që është pjekur apo po? Unë mendoj që është e holl. Ajo unë po e lë edhe 1 minutë tjetër. Lëre më mirë, që të jemi sigurt të bëhet krokante. Vaj djathi që ka E ndjen aromën aty? Aromën po edhe ja ka dhënë gjithë shijen në pjekje. Kur erdha në fillim në Shqipëri mbas qëndrimit aty, kërkoja unë për kështu, por tani fatmirësisht ka.
Tani gjë. Kishin sa djatra provolone, ase kishin dëgjuar fare. Ata që janë nga Italia ose që kanë ndërë në Itali sigurisht e njohin, por këtu s'kishte hyrë akoma. Edhe sa jo është pastaj me gjëra të ngjashme. Si ka qenë fëmijëria jote Blendi? Ka qenë shumë e bukur, fatmirësisht, e thjesht, tipike si e shumë kujt. Për nesh, ne vim nga një familje, unë jam rritë një djetori, si vend. Ka qenë lagje derisa jam larguar, edhe kur jam kthyer akoma shtëpinë e babit aty e kam. Nostalgji ndjen, po sigurisht që aty ka ndryshuar gjithçka. Dhe jo për mirë, po them. Nuk asociohet më me atë çfarë ti mban mend. Por jo, unë kam qenë, siç të thash, babi është i vogli, i 7 fëmijëve dhe djali i pleqërisë, i thonë këta, ai që rrinte në shtëpi me... Po, që rrinte në shtëpi me prindrit. Edhe gjyshin, po, kam qenë... Pas ke patur shumë fat. Gjyshit në shtëpi janë bekim. Dhe kam pas një gjysh fantastik, siç janë gjyshit. Çfarë mban mend nga gjyshrit, nga recetat e gjyshurve, për gjyshes? Mos shumë ti. Gjyshja ishte një ngrohtë shumë e fortë. Nga ishte origjina? Origjina e tyre është nga Tepelena. Që kuzhinën e kishin... Kuzhinën po, gjyshja gatuan të... Pikë të fortë. Në mënyrë fantastike, dhe unë kur shkoj tani në Gjirokastër ose në Tepelen, po edhe Gjirokastra, edhe ma kujton shihen e fëmijërisë time qoftet, për shembull, bëjnë siç i bënte nëna. Siç themi ne edhe ca supra, ca gjëra që kam pasur ta bëjnë atë supën me mente, me orizë të bardhë, me... Ma kujton ato, domethënë ajo zonë. Është ajo koha që nuk ka të paguar dhe nuk ka të krahasuar. Kjo është, po e vë këtu edhe që ta mund ta shohin pak. Po kjo është ideja, nuk ka nevojë që të piqet më shumë se kaq, domethënë kjo ngjyra e artë e kësaj gjës, ne do ta presim kryq në mes. Pastaj do të hedhim mbi këtë sallatën dhe karkaleca kur ti kemi. Edhe tjetra është, po themi 2 minuta larg tani. Domaten do ta bëjmë në kubik të vegjël? Po, në kubik të vegjël. Okej, edhe pizza tjetër. Tani doli dhe aroma e domates dhe hudrës dhe jam gati për të ngrënë. Do sa bukur bëhet kjo? Që të kemi të dyja. Përpara syve. Gëzuar. Procesi i gatimit është një ritual më vete që duhet shoqëruar. Duhet shoqëruar, po edhe shijon shumë më shumë kur e ndan me dikë. Me fëmijët, me miqt, me bashkëshortin, bashkëshorten, pra do të jetë një proces që duhet ndar. Nuk ka pse ta bëj vetëm njëri. Jo, vërtet. Se është shumë e bukur kështu. Kështu që ne lëm vajin që të ngrohet pak, të jetë disi nxehtë. Sa aroma. Shtova hudrën në fillim dhe pastaj karkalecët. Si e me receta tradicionale, Blendi? I pëlqen, i gatuan? Çfarë të shijon më shumë nga recetat tona? Çfarë gatuan? Të gjitha, me të drejtën. Ushqimi shqiptar mua më pëlqen shumë. Mendoj që kemi ushqim shumë të mirë. Kemi një kuzhinë shumë të mirë. Edhe të pasur, pavarësisht çfarë thon tjerët. S'kan çfarë thon fare. Kuzhinën e kemi shumë të mirë. Por e kemi të mirë, është ndryshe nga kuzhina italiane, po themi këto. Por ka. S'ka pse të krahasohet, ne kemi kuzhinën tonë. Edhe e di që dëmin më të madh që i bëj dietave të mia nuk më vjen e keqja, më thonë za nga kuzhinat e huaja, më vjen nga kuzhinat. Se po që me në bujtin të mirë në një agroturizëm. Fotonat e buzonën. Janë ato gjërat e fëmijërisë. Çfarë është një produkt apo një gatim që nuk do e ndaje dot, pa cili s'do jetoje dot? Shiko, djathi, është një produkt me cilin ne jemi rritur, edhe më pëlqen shumë, djathi bardh. Djathi bardh me një kulaç të mirë, me ose pa gjalp, po themi, është nga këto comfort foods që quhen. Që do hahen çdo moment, çdo ditë. Ose një byrek i bërë mirë për shembull. Nga një grua në rast se nuk kam bërë kurrë një byrek bërë nga një burr. Është ka, po. Po tani janë të ndara ca gjëra. Janë, eksakt. Ka një shprehje në Amerikë që thotë never trust a skinny cook. Mos i zërbes kurrë një kuzhinier të dobët. Diçka
Kuzhinjeri është rrotull ushqimin gjithë kohës, Si do mund provosh gjëra. Kështu që ja, këtu jemi. Do ta lëmë edhe pak. Nuk ka nevojë, këto hahen siç e dim edhe crudo në një rast tjetër, kështu që Thjesht ka në nevojë për kalimin pak. let, po. Sa për shijen e vajt. Po, sipas preferencës. Dikush mund të dojë edhe të jenë pak më fort të gatuara, po e quaj, por nuk është e bën një dallim shumë të madh. Çfarë recete të mungonte në Amerikë? Për çfarë të merrte malli? Për çfarë merrte malli mua në Amerikë? Po për shembull patullxhanet mbushura, Ato perimet tona. rosnicat që rosnica me pul që e bëjmë her pas here në shtëpi, domethënë edhe këto gjëra që ishin Shumë tipike që si tipike, gjen. po. Nuk i gjen pa atje se kanë dhe të njëjtën shije në fakt, edhe po ti gjesh. Është e vërtet. Shumë gjëra nuk janë më ato fart, edhe këtu është më vështirë se dikur. Edhe di që po punohet tani për risjelljen e këtyre farave autoktone, qoftë tek misri, tek speci, tek domati, këto, po s'është Shumë çka ka ndryshuar. Po, Toka është nuk vërtet. është më e njëjtë. po. Parat janë Po bëja një bisedë para një jave me dikë që po më fliste për bujqësinë rigjeneruese. Nuk isha dëgjuar këtë. asun jo. Po sepse është çështja që ne punojmë shpesh me bimën, por nuk punojmë me tokën. Por ideja është që toka ka nevojë të lihet e qetë. Që dhe gjethet që bien të S'mund të lihen. prodhoj gjithë kohës, nuk mund të Eksakt. shfrytëzohet në çdo vit. Unë në fakt para pak ditësh kisha një bisedë me një mik, me një profesor në fakt, që kultivonte shafranin. E do t'jap ta provosh pak në fakt shafran Unë po e fik këtë. shqiptar, po. Edhe më niti me ato kuriozitetet që toka kishte nevojë që të qëndronte pra mbasi e prodhonte shafranin, kishte nevojë që qëndronte 5 vite e pa shfrytzuar, vete. po, dhe prandaj shafrani ka një kosto shumë të lartë, sepse duhet ndroje parcel, duhet jepje kohë tokës të shkonte në atë nomade do thotë në shafrani. atë nivelin që nevojitet. Kështu që çdo gjë do kohën e vet, do mënyrën e vet. U ktheve në Shqipëri dhe pastaj besoj që Amerika në një mënyrë e një tjetër duhet të formohej në shumë aspekte, por që në një farë mënyrë besoj dhe kushina dhe lifestyle-i ke një lloj nostalgjie, Po, sepse shikom. është mosha dhe koha që ti ke kaluar atje Patjetër. që e bën këtë gjë. Kam kaluar rinin e parë, siç rinin e parë kam kaluar në Amerikë dhe shumë gjëra të ndodhin atje, miq, përvoja, po, patjetër. Edhe, shiko, kuzhinë amerikane, ata kanë, nuk është se s'ka kuzhinë amerikane. Po është për shembull një shepherd's pie, quhet, që bëhet me mish të grirë. Është një lloj, po quhet lazanje, po është me mish të grirë, edhe me pure patateje, ka edhe pak Kanë misër. çuditshme shihet ato. Kjo po. duhet të jetë irlandeze, kam përshtypjen si origjinë, por që është akoma popullore atje. E bëjnë ata ndonjëherë, bënë një gjë, për shembull, në punë, edhe unë duhet të sillja diçka. Ata quajnë potluck, ku secili Interesante. sjell diçka. Që Pra shkon sot bejnë drekën, edhe- po, le të themi që jemi 15-20 veta në staf. Dhe biem dakord që nesër drekën do e sjellim secili dhe njëri bën dikush Me bën përsi burek, për të bërë byrekun, një gjë, po. Dikush sjell një sallatë madhe, dikush sjell diçka tjetër, edhe shtrohet e gjitha në tavolinë, pastaj marrin gjithë nga një pjatë dhe marrin pak nga Pastaj kanë byreku. Shumë të bukur. Pa nga ajo që kam sjell unë, dikush ka pjekur mish, një rosto. Edhe më thoshin mua, po ti ç'do na sjellësh? Na sjell një gjë shqiptare. Filloi që mami ishte tek unë për vizitë, Oh, sa mirë. edhe bëri diçka, duke një byrek, ishte një sukses, po e quaj. Ja hodhe në mënyrën më të mirë të Po. mundshme dhe i le dhe i impresionove. Tani ne duam të bëjmë vetëm këtë gjë, se praktikisht kemi mbaruar këtu. Okej. Duam që të presim këtë, me nevojitet ndoshta me thik, ndoshta me Ose me gërshër, po kemi dhe këtë prersën e kemi nga ato pizzave. rrumbullaket të picave? Kemi. Po. Ajo është, kjo është mirë i dur. Po Kështu që kaloj domatën këtu që ta kemi në një vend. kjo nëse ta kishim prerë më një herë sapo doli, do pritej edhe më kollaj. thjesht, Po. po, tani është Megjithatë, nuk ka problem, është akoma shumë okay. Edhe kjo është gati për të vendosur në pjatë. edhe Preset për të t'i bërë- dytën. Këto kërkojmë zakonisht pjata të mëdha të sheshta. që ta bëjmë pjesën e vendosjes së aty. Ja. Kështu që ja, mbaj pak.
Kështu dhe fëmijët duhet ta kenë shumë qejf dhe me shumë atë mirë, rast se- e hanë kjo- edhe salladrat. Edhe kjo vetë është si një focaccia, si një bruschetta thjesht ashtu. Është e vështirë ti bindësh fëmijët që të konsumojnë perimet edhe ushqimin e shëndetshëm. Zoti e di sa e vështirë është. Po. Është e vështirë. Sepse dua kështu, po ka kështu, po ka kungull, I po ke ka këto problemet që njëri e do një formë, tjetri e do një formë tjetër. I madhi është i kollaj tani, se është 15 vjeç, është në atë moshën që po rritet edhe ai ha, është vështirë ta ngopësh. Tani Po është e vogla faza është me- nazelie, gocat janë, ose goca ime të paktën, është shik më nazelie. Kështu, atëherë domate. Okej. Mendoj kjo është mjaftueshëm. Do ruajmë pak për të hedhur sipër. Hudra, siç po thoshim e freskët. Çka kemi aty? Vajuliri. Vajuliri, okej, jepi. Është produkti që unë nuk jetoj dot pa këtë. Dhe Të pak tregova- aceto mund të hedhim edhe në fund. Kjo është e dur apo? Po. Po. Ta përmende atë vajin e ullirit me bukën me sheqer. Shumë mirë ajo. Me ullirin e bukë me sheqer, më kujtohet. Po ka qenë hit në vitet 80. Po. Gjithmonë sallata ka nevojë që të trazohet mirë, në mënyrë që të marri Ti marrë kripën, gjithë vajin, të gjitha këto gjërat. marinimin. Po. Siç duhet. S'ka nevojë për erza të tjera, kam përshtypjen. Jo, unë i hodha krip. Borsilok mos na shkon çik borsilok? Mund të eksperimentojmë, pse jo? Kemi edhe të freskët madje. Shumë mirë. Një gjë tjetër që mbaj mend nga restoranti është që duart e kuzhinjerit janë gjithmonë në çezëm. E di edhe. Vazhdimisht duke i lar. Vazhdimisht ai peshqiri që ne Që mbani e një ke këtu peshqir te në brez, xhepi, po. po. Që nuk Sepse ndahet. higjiena ishte kështu e padiskutueshme. Kishte një nga gjërat e para që mëson atje. Rajnë që në tokë, merre hidhen në kosh, mos tento se Kishte lojra me këto. Jo, me jo, këto nuk gjëra. Po kam përshtypjen që ke qenë në restorantin e dur, se unë Amerikën e shohin që kjo aq të pastër, ku di unë. E kam si në në këtë në rast psikozën time, nuk e di unë pse. këtu isha në Itali, po pra, themi brenda prandaj se restorantit. Ti kishe shansin që punoja me Po halli ishte se italianët. nëse një biftek i mirë dhe i shtrenjtë të binte në tokë, e ndoshta një qime floku ngjitej në të dhe ti thoshe hajt se do ta han këta, bejnami pastaj se. Kështu që jo, edhe mbaj mend që na thanë që në fillim, nëse ndodh diçka, Rregullat të u bie diçka, vendosen, po, pa. ju lutem mos bëni kompromis me higjienën asnjëherë. Kështu që ne tani jemi praktikisht në fund. Dhe të hap në fund. Shumë e mirë në duket. edhe unë ka shuruajta pak domate për mënyrë që të sigurohemi që Që mund t'ja hedhim të ka pak sipër. atë domethënë. ngjyrën, po, edhe për pak sy domethënë, kena domate aty. Dhe mbi këtë tani, Kjo është një ide shumë e mirë edhe shumë e thjeshtë për të gatuar. pa lëngun, Vetëm karkaleca. vetëm apo? sa më Okej. mirë ti kapim karkalecat. Në këtë formë. Po, jo me kaq delikatesë, Kjo është ai procesi që unë e bëj me shumë dashuri. ja shumë mirë, shumë mirë. Dhe shaka. Është e vështirë Blendi të merresh vesh me një adoleshent. Në këtë fazë jam shumë kurioze se si është marrëdhënia e një babi e një biri tani në këtë fazën që ai është adoleshent. Ne kemi marrëdhënie të mirë, kemi marrëdhënie besimi. Edhe ai më dëgjon. Jo gjithmonë mban mend ato që i them. Por Mirë, po. unë ndjem i bekuar sepse ai është një djalë i mirë. Do të nuk kam probleme, Kjo është pjesa më e vështirë. probleme të sot. thella, më kupton, probleme ekzistenciale me këtë fëmijë, por ka pak luftë për shembull jo me teknologjinë, jo me orarin e gjumit, le detyrat për shumë vonë, unë duhet të flesh shpejt sepse kam një mision mëngjesi për të bërë. Normale. Ai më thonë, kështu që Nuk mund të pretendojmë që të jetë çdo gjë në s'do kishte kuptim, po mos kishte një çik diferencë brezash. Se në kohën tonë,
marrëdhënien tonë me prindrit është shumë diferente dhe shumë ndryshe. Edhe them ndonjëherë se kemi gjithmonë këtë idenë që brezi që po rritet nuk ka prapë të krahasuar me ne. Pastaj kthehem dhe mendoj, po të njëjtën gjë thonin dhe prindrit tanë. Çu kanë thënë në shekuj. Edhe kjo më ngushëllon pak dhe them, edhe këta doja dalin dhe këta do jenë shumë mirë dhe shumë të suksesshëm. Thjesht ne nuk po e besojmë. Unë mendoj që gjëja kryesore është i duash. E tu tregosh që i do. Në çdo kohë që ata të ndjen sigurt. Ta ndjen mbështetje. Të mos kenë frikë që të thonë diçka nëse diçka ka ndodhur. Mendoj dim që mund të hapen tek ti. Edhe flet pastaj. Ai më flet më, tregon për gjërat çfarë mendon. Shumë e bukur kjo marrëdhënia që ti krijon në formë. Po sepse nëse ti e trëmb, mendoj, nëse ti bën atë të ashprin kokë me të, se ai ti e robi tim, në kuptimin është i birë, do bërë gjithçka për të. Por nëse ai ka frikë aty të flasë, të filloj të fshejë gjëra, për shembull, kur është i lënduar, apo kur ka bërë një gabim, apo një gjë, unë do të preferoj që ai të më thoshte, sesa unë mos e di edhe ta marr vesh shumë më vonë. Kështu që mundojmë të qëndroj pranë me këtë, edhe shifemi në sy e kuptohen. Të është besimin pra që ai Ne shifemi me kështu, sa është fjalë shumë se unë. Edhe po, është kënaqësi ta shikosh të rritet, edhe të burrërohet, është fiks në atë moshë tani që po kalon në këtë fazën që po, është rritur, fizikisht është rritur. Kështu që më pyet për gjëra dhe t'i shpjegoj për vajzën. Si shikon ti këtë brezin e kësaj moshe? Përveç që ajo është i birë dhe është një djalë i mbar, që është një fat shumë i madh. Por moshatarët e tij nuk janë të gjithë në këtë kushte. Si e shikon ti këtë? Shiko, ai është rritur mirë, por nuk është rritur me privilegje. Ne nuk jemi një familje e kamur, por e quaj apo pronarësh, ku di se çfarë. Ne jemi njerëz që punojmë për para tona dhe mendoj që si brez janë shumë të zgjuar. Edhe mendoj që ne ndonjëherë përqendrohemi tek negativiteti ose gjërat që nuk shkojnë, dhe ka gjëra që nuk shkojnë. Ja, na shkalojmë ato që duhet. Po, patjetër, sepse ka shumë prej tyre që i thon mamit kam shpirt, apo që din ta si thua vlerësojnë bukurinë qoftë të një luleje. Nuk janë të gjithë kështu huligan, arrogant, ignorant. Edhe të pavëmendshëm. Por që ata marrin më shumë vëmendje, po, këta që ndoshta mbajnë tika, ato gjëra, po, me këta një pjesë e vogël. Ka shumë prej tyre që i duan shokët e tyre, që bëjnë mbas shoqërisë, që janë A kanë këta empati? Këtu është më dyshja ime më e madhe. Ndoshta jo si ne, por jo për fajt të tyre. Dhe mbaj mend për shembull që është brez që është rrit me pandemi, me tërmetin, me luftrat në përbot, me internetin që i bombardon vazhdimisht me gjëra, pa atë mundësinë për të qëndruar jashtë me njëri tjetrin. Edhe ndonjëherë besoj dhe pa atë vëmendjen maksimale do prindit, se dhe prindri ka sfidat e veta në këtë kohë. Duhet të them se po. Të kap ritmin në të gjitha anët, pra edhe të luftoj, edhe të punoj, edhe të kujdeset, ndërkohë t'ju siguroj të qëndroj në Instagram, prindi për vete, se edhe kjo. Po. Është tunduese edhe kjo. Si duket? Më duket shumë e shishme edhe gati për ta Është e bukur, po? Ekzekutuar. Se ja mendoja, por Vajulliri duam ne këtu? Vajulliri unë e bëra me vajulliri, sallata ka vajulliri. Por, do bëjmë një përjashtim për ty, do ta bëjmë me ekstra vajulli. Ekstra vajulli. Nëse ka një gjë që e konsumoj pa mas, pra nuk e mas, se sa konsumoj është vajulliri. Çdo çap, thoshte një mjek që dëgjoja një herë, është një mundësi e mirë për të ngrënë vajulliri. E shikam. Mua s'më ka dalë keq në fakt. Jo, që është i shkëlqyer, nuk ka debat. Kjo është ajo që quajmë sallata pizza. Se di domethënë. Është shumë e shishme, edhe shumë e ushqyeshme dhe shumë e thjeshtë. Po, nuk mendoj që kërkon në një kështu, në një. Jo, po këtë mund ta bësh edhe në bashkëpunim me fëmijët. Unë këtu puntoj shumë që ne duhet i përfshijmë fëmijët më tepër. Edhe themi gjithmonë ngrem gishtin tek fëmijët që nuk përfshihen, nuk kanë interes, po jo. Është faji ynë. Nuk di si ta zgjosh interes. Është gabimi jon që neve na lodhen nervat shumë kollaj, shumë shpejt dorëzohemi, shumë shpejt mërzitemi, shumë shpejt dhe lërse e bëj unë, lërse e bëj vetë. E di më përjashtoj. E di. Dhe e rëndësishme gjithashtu është që fëmijët të ulurin në tavolinë. Të asnjë nuk e bën gjithmonë, se kemi edhe Netflix dhe këto gjërat.
por që të qenit në tavolinë e bëjmë, domethënë e bëjmë. Këtë doja të pyesja, keni ju një ritual që e ruani, që e bëni vazhdimisht, sidomos fundjavave që përpiqesh të kapësh ritmin edhe pa kohën e humbur që gjatë javës e ket pamundur që ta bësh. Drekat e fundjavës, edhe darkët, po edhe mëngjeset. Pra vaktet, po quhet të fundjavës, që ne jemi gjithë pushimi, jemi gjithë në shtëpi, hajmë në tavolinë. Ne kemi një kuzhinë relativisht të madhe që ka vende për një tavolinë që ulen disa njerëz dhe ne duhet të qëndrojmë me njëri tjetrin atje. Ulemi atje, bëjmë mëngjesin, jo vezë, jo reçel, jo bjallë, kjo gjëra tjetër dhe duhet jemi aty sepse është si kohë cilësore familjare. Jo për të nejtë divan me tasin përpara, për shembull, dhe të shikosh një film apo një gjë, kështu që vaktet e fundjavës, por edhe shikojmë filma familjar. Është një gjë që unë shikoj ndjes që fëmijëve po pëlqen shumë, se mos gocës që është për vogla. Ne shikojmë thot një film familjar, përfshirje, vëmendje, kështu që ta shikojmë të gjithë, më shikon mua, shikon dhe ky me vëmendje. Kështu që unë kam risjell sa filma të viteve 80 për shembull që po them filma që unë i kam, po janë të bukura, janë klasik, ose filma vizatimor, pastaj Pixar dhe këto janë shumë të bukura. Ulemi shikojmë ata, çfarë tash Zootopia, dyshim. Që është një ritual shumë i bukur. Si është një ditë e jotja, Blendi? Ke kohë ti bësh gjithë gjëra që do, arrin dot, ti nis ditën në fakt shumë herët, edhe unë gjej rastin të të falenderoj publikisht për ato leximet që ndan çdo mëngjes, mua më është bërë si dozë pozitiviteti që e marr në mëngjes dhe nis ditën. Faleminderit. Edhe e kam shumë të sinqert, e kam shumë të sinqert të që them. E di se njerëzit ma thonë tani, edhe unë them babo, mos i zgënjej tani. Ne jam mbaj. Se prit shmërit. Ne duhet të kem patjetër një zot. Jo, shumë e bukur dhe mua më është bërë si një lloj rituali që kur nis mëngjesin, ndoshta edhe fakti që shikoj çdo herë model. Në fillim gjëja e parë që më del është ajo, edhe e dëgjoj dhe nis ditën pastaj me një lloj qetësie edhe me një lloj frymërie dhe ta marr ditën shtruar. Po kemi nevojë, mendoj që janë gjëra, unë kam parë që ato kanë ecur sepse shiko, filtri i parë është që duhet të bëjmë përshtypje mua. Nëse shikoj një gjë që më godet, që më pëlqen, që them wow, sa e bukur kjo. Atëherë di që do ta ndaj me të tjerët, sepse mendoj që nuk jam vetëm unë që e vlerësoj atë gjë. Po edhe të tjerët mund të jenë, se një gjë mund të jetë që të flet, që ka të bëjë për shembull me psikologjinë, me problemet, me gjërat që kalojmë, një gjë mund të jetë thjesht e bukur. Është elegante, është e bukur. Edhe bukuria ka forcën e vet shumë të madhe. Të bën sens, të përçan, të jep një emocion. Unë e di, thjesht e di, them, okay, kjo po, është shumë e bukur edhe dua ta ndaj me të tjerët. Dhe ndonjëherë është punë përkthimi, unë nuk jam një përkthyes, tani bëra 2 romane për këtyre, po nuk e konsideroj veten një përkthyes të mirëfillt zanatçi. Në gjithë kështu që duhet ta përkthej atë gjën, pastaj duhet ta lëmoj pak, ta sjell në shqip, në kontekst, në këtë gjën. Po kjo është puna, ky është zanati që un kam, që ajo të vi pastaj dhe të ketë një ndikim. Të ketë atë impakt. Kur ti ma thua dhe tjetri ma thot, që shiko, mua më bëhet. Unë të them faleminderit realisht. Faleminderit që ma the. Se në këtë vorbullën që ne po jetojmë, fal Zotit kemi momente të tilla, njerëz të tillë, edhe emisione të tilla që ke mundësinë që ta përçosh, se sado që rrjetet sociale bëjnë të vetëm, besoj që prapa ju ka një tjetër fuqi edhe ka një tjetër përfshirje. Është platformë shumë e madhe, është Top Channel, është Top Albania Radio. Dhe ato janë shumë e fat që të kanë. Po edhe unë jam e fat. Shiko, unë nuk njerëzit e thonë këtë gjë, por mendoj që është e ndërsjellë. Domethënë duhet të e para, siç thon Shkodran, mos ty vetë janë qef. Po fillove të mendosh që por edhe unë jam shumë e fat sepse platforma është shumë e fuqishme. Edhe ajo të lejon që ti të shkosh në çdo shtëpi. Se okay, njerëzit kanë Instagram edhe mund të ndjekin atë, por fakti që unë e bëj edhe të qenë live është një ndjesi komplet tjetër, një gjë e regjistruar edhe e bërë me kujdes dhe montuar me kështu. Edhe kështu që është ty panç ajo. Edhe unë ndjej atë që është një privilegj në mënyrë në kuptimin që unë kam një mendim edhe e them. Ti ke një mendim ndoshta më të mirë se timi, po ti nuk e ke atë platformë, atë akses. Po. Prandaj them unë kam privilegj, se mendimet e mia nuk janë përgjegjësinë e kësaj, hynere, po, që duhet patjetër të dëgjojmë, po them sa fat është që këto mendime, këto ndjesi, këto përjetime unë mund t'i ndaj me njerëzit të tjerë. Edhe është
Prandaj nuk e konsideroj si një gjë që është e mirë, po si një gjë që do ta respektosh edhe ta vlerësosh. Po mua më duket sigur ajo tani ka atë formën tënde sa unë nuk e mendoj dot më atë platformën pa e nisur në atë formë. Me Ky është kompliment, që po. i gjithë ajo wake up-i në mëngjes, nis kështu, vazhdon kështu dhe përfundon kështu. Dhe është kjo tabloja që unë dua. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit që ishe sot në Food Lovers. Shumë kënaqësi. E kisha shumë kënaqësi të ftoja dhe shumë faleminderit që e pranove ftesën dhe të na sjellësh një dimension tjetër të blendit që ne shohim çdo ditë. Me pizza, po. Që dhe aty kemi shumë nevojë për mënyrën se si ti e përcjell mesazhin, njohuritë tua, jetën, këndvështrimin, me gjithë filozofinë që ti e sjell, është privilegj dhe shumë kënaqësi që Do ndihemi për që ulur e nga kemi. U deha tash me gjithë. Nuk dehesh aq kollaj. Faleminderit. Gëzuar. Faleminderit.